U mblodh këtë të martë Këshilli Bashkiak i Vlorës, i cili diskutoi dhe miratoi disa projektvendime të rëndësishme të paraqitura në këtë mbledhje. Ishin gjithsej 13 projektvendime, së bashku edhe me pikën 14 të ndryshme, që ju paraqit Këshillit Bashkiak dhe anëtarëve të tij për të diskutuar në këtë mbledhje. Ndihma ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë së Vlorës për vitin 2026, si dhe ndihma ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin shkurt 2026, ishin dy pikat e para, të cilat kaluan në unanimitetin e plotë të këshilltarëve. Këshilli Bashkiak i Vlorës diskutoi dhe miratoi në këtë mbledhje edhe projektvendimin për disa shtesa në ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 100, datë 23/12/2025 për buxhetin e Bashkisë së Vlorë për vitin 2026. Po ashtu, është diskutuar dhe miratuar projekt vendimi për buxhetin faktik të vitit 2025, buxheti kushtëzuar, i pavarur dhe specifik, dhe raporti monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2025. Këshilli Bashkiak i Vlorës ka diskutuar dhe miratuar në këtë mbledhje edhe projektvendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e numrit të punonjësve dhe nivelit të pagave të bashkisë, institucioneve të varësisë dhe funksioneve deleguara të vitit 2026. Po ashtu, ka marrë miratimin e këshilltarëve edhe projektvendimi për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 46, datë 29/5/2024, mbi miratimin e vendqëndrimeve të autoveturave taksi në Bashkinë e Vlorës dhe kritereve për organizimin dhe funksionimin e shërbimit taksi. Projektvendimi për miratimin e listës emërore të familjeve dhe individëve që përfitojnë banesë me kosto të ulët nëpërmjet kredive me kushte lehtësuese nga buxheti i shtetit ishte një tjetër projektvendim që u diskutua nga anëtarët e Këshillit Bashkiak. Ashtu sikundër, një tjetër projektvendim social ishte ai që lidhej me miratimin e zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët në apartamentet të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave në lagjen Kushtrimi, rajoni numër 5, për të miratuar sistemimin e pikëzimit, nivelin minimal dhe maksimal të ardhurave dhe dokumentacionin që duhet të plotësojnë individët apo familjet që do të përfitojnë nga ky program. Po ashtu, Këshilli Bashkiak i Vlorës ka diskutuar dhe miratuar edhe deklaratën për bashkëfinancim drejtuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit për programin e përmirësimit të kushteve të banimit për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara. Në këtë mbledhje të kësaj të martë të Këshillit Bashkiak të Vlorës, u diskutua edhe miratimi listës emërore të familjeve dhe individëve përfitues të projektit përmirësimi kushteve të banesave ekzistuese për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara për vitin 2026. Po ashtu, këshilltarët diskutuan edhe një projektvendim për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit numër 25, datë 28/3/2022 dhe numër 57, datë 29/7/2022 të Këshillit Bashkiak. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës të kësaj të njëjteje, u diskutua edhe miratimi i vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga dalja e lumit Vjosa nga shtrati më datën 18 janar të këtij viti në banesat e qytetarëve dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë së Vlorës. Pika 13 e rendit të ditës ishte ajo për krijimin e Komisionit Këshillimor për titull vendor të nderit dhe titull e veçantë vendor të nderit në Bashkinë e Vlorës. Ndërsa në pikën e fundit, këshilltarët kanë diskutuar për problemet e ndryshme, duke paraqitur kështu shqetësimet dhe ankesat që kanë qytetarët në zonat që ata përfaqësojnë.